Shikues të nderuar, ju përshëndes. Ky është fleshi informativ në News 24. Mira Demokrat vërshuan mbrëmjen e kësaj të shtune në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë në protestën kombëtare të thirrur nga Partia Demokratike dhe aleatët e saj. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se sot opozita është në kilometrat e fundit dhe se asgjë nuk i ndal drejt fitores. Sapo Berisha mbylli fjalimin e tij, 10 molotov dhe fishek zjarre u hodhën drejt kryeministrisë. Kordoni i policisë u qa dhe forcat e rendit u përgjigjën duke hedhur ujë dhe gaz lotësjellës në drejtim të demonstruesve. Më pas, tensionet vazhduan përpara parlamentit, pati të plagosur nga të dyja palët dhe sipas Berishës 25 protestues të shoqëruar në polici. Pas protestës së opozitës, përplasja mes protestuesve, deputetëve të Partisë Demokratike dhe policisë u zhvendos në komisariatin nr. 1 në kryeqytet, aty ku shoqëruan 10 protestues. Situata u tensionua rreth orës 22 të mbrëmjes, kur deputetë e familjar të protestuesve kërkuan lirimin e të ndaluarve dhe u futën brenda ambienteve të komisariatit. Mes personave të ndaluar ishte edhe një fëmijë 10 vjeçar. Pamjet e arrestimit të miturit u publikuan në rrjetet sociale, ndërsa policia reagoi përmes një njoftimi zyrtar se pas verifikimeve fëmia është lënë i lirë. Janë shoqëruar 23 persona dhe gjatë verifikimeve të generaliteteve dhe moshës, njëri prej tyre ka rezultuar i mitur. Menjëherë janë njoftuar prindrit dhe derisa është marrë nga prindrit, i mituri nuk ka qenë i shoqëruar në dhomat e shoqërimit, por ka qëndruar në zyrën e pritjes së qytetarëve derisa është marrë në dorëzim nga prindrit e tij, thuhet në njoftimin e policisë. Policia njoftoi gjithashtu se në protestë u dëmtuan dhe po marrin ndihmë mjekësore 11 punonjës policie, të cilët ishin në krye të detyrës për mbarvajtjen dhe garantimin e protestës. Kryeministri Edi Rama reagoi për protestën e mbrëmjes së shkuar të opozitës, duke shkruar se Partia Demokratike ka në programin e saj ushtrimin e dhunës, shkatrimin e pronës, sulmin ndaj godinave të institucioneve, deri edhe ndaj godinës së vet, po qysh nga koha e partive famkëqija të 100 vjetëve më parë në Gjermani e Itali ka vetëm një parti parlamentare në Europë që të ketë në programin e aktivitetit të saj, si pjesë të pandartë e ekzistencës së vet qysh nga lindja, ushtrimin e dhunës, shkatrimin e pronës, sulmin ndaj godinave të institucioneve, deri edhe ndaj godinës së vet, mobilizimin e paramilitarëve të cilët deri dje ishin çeta e liderit shpirtëror, kurse tani më janë thjesht mercenar të rekrutuar me lek nga rrugaçët e lagjeve që veshin maska apo fshehin fytyrën pas tabelave për të mbaruar punë me hedhjen e molotovëve pa u identifikuar nga kamerat, shkruan Rama. Kryeministri shkruan se këto farë protestash sipas tij me pjesëllëkun që krijojnë në bulevard ngjajnë si jashtëderdhja në rrugë e plakut të lajthitur që i organizon. Degenerimi i pandalshëm dhe dëshpërimi i pangushëllueshëm të shkuara punonjësve të policisë që u plagosën e lënduan nga kjo lukuni e verbër, përfundon Rama. Ish-deputeti Ervin Saliani është bashkuar protestës së opozitës përpara kryeministrisë. Saliani thotë se nuk do të ndahet asnjëherë nga protestuesit, por duhet revolt. Ervin Saliani ka nisur një tur takimesh me strukturat e Partisë Demokratike për riorganizimin e partisë më të madhe opozitare në vend. Me nisjen e procedurave për rikonstruksionin e godinës së parë të burgut të Fushkrujës, 142 të burgosur u transferuan drejt burgut të Peqinit dhe Durrësit. Në institucionin e vuajtjes së dënimit në Peqin u transferuan 85 të burgosur, ndërsa në Durrës u transferuan 57 të burgosur, të shoqëruar nga 48 mjete dhe rreth 340 punonjës policie. Apeli i GKK-o la në fuqi masat e sigurisë për 8 antarët e grupit Raja, që u godit pas zbërtimit të aplikacionit të koduar Sky ECC, të dyshuarit mes tyre edhe Recep Raja, djali ish deputetit socialist Rahman Raja, akuzohen për trafik narkotikësh dhe grup të strukturuar kriminal. Bizneset prej disa ditësh po hasin vështirësi për të operuar përmes sistemit i Albania në platformën e faturave Self-Care.
Për shkak të problemeve, bizneset e vogla me një të vetpunësuar nuk po hartojnë dot bilancet pasi nuk po nxjerrin tabelën përmbledhëse të ardhurave dhe shpenzimeve totale të vitit. Probleme ka edhe në ngarkimin e certifikatave të fiskalizimit, por Akshi nuk ka pranuar zyrtarisht që sistemi nuk funksionon. Ky ishte fleshi informativ, faleminderit për vëmendjen, pas pak do t'jeni me kolegen Megi Latifi.